kena një familjar që po mundën me pas fëmijë. Kanë provu në çdo mënyrë, e fundit që ka qenë s'ka pas asnjë shpresë për më bë më prindër. Kushtet i kam për më ju pagu me shku me bë me sperm në bank. Mirë po kam lexuar që kjo është haram. Mirë po ata të dy e kanë pranuar këtë gjë. A lejohet që t'u jap parët? Jo, se është haram. Nuk lejohet në Islam që të bëhet kjo gjë me sperm të huaj. Nuk lejohet as me vezore të huaj, as me sperm të huaj, as me surrogati. Nuk lejohet në Islam. Po se pas shkruajt Zoti me pas fëmisë, se ka shkruajt Zoti me arrestë. Ti boj sebepet, boj shkaqet in vitro, ku dëgjonet ti gjitha bëj, se ka shkruajt Zoti me pas. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. E këdo Zoti e lën steril, e ka shkruajt Zoti nga sprov. Kështu që këto muhabetet merr vezoren e tjetrit, merr spermën e tjetrit e ku dëgjonet, këto janë haram në shariat. Sepse arsyeja që feja islame ndaloi zinan, cila është ndërhyrja në gjenealogji, ndërhyrja në pemën gjenealogjike, për këtë arsye ka ndaluar Islami çfarë? Immoralitetin. Tani nuk është zina, po shka e merr spermën gati. Në fund fare, ai që bën immoralitet çfarë bën? Pra rezultati i njëjtë, po këtu e merr ke doktorin në bankën e spermës, kurse këtu e gje diku lart ose poshtë. Kështu që nuk lejohet kjo fetarisht.